Përshëndetje të shikues të nderuar, vazhdojmë ciklin e emisioneve me legjendat e sportit këtu në televizionin Koha. I ftuari sonëm në studion e televizionit Koha është ish futbollisti dhe aktualisht koordinatori i Akademisë së Futbollit në klubin e futbollit Renova Fisnik Nuhiu. Fisnik, mirë se erdhët. Mirë se u gjeta dhe faleminderit për ftesën. Fillimisht na thuaj kush është Fisnik Nuhiu? Po, Fisnik Nuhiu është një ish futbollist, domethënë tani koordinatori i klubit futbollistik Akademisë së klubit futbollistik Renova. Dhe njëkohësisht punoj edhe si një scout i një agencioni të menaxhimit lojtarëve të futbollistëve që është në Gjermani. Jam i print i 2 fëmijëve, domethënë i martuar, print i 2 fëmijëve, 2 djemve dhe një njeri i zakonshëm, një njeri modest, ashtu kam qenë gjithmonë dhe ashtu do të mbetem, inshallah deri në fund të jetës time. Por jeni njeri i cili keni luajtur mbi 20 vite në futboll, ashtu? Po, realisht saktësisht 19 vite e gjysmë, domethënë 19 sezona e gjysmë në ligë të parë dhe 2 sezona në ligë të dytë. Jeni një lider nga futbollistët të cilët kanë luajtur një periudhë më të gjatë. Atëherë, na thoni pikërisht ku i keni bërë hapet e para të futbollit dhe ku? Është interesante domethënë se gjithmonë edhe karriera ime ka shkuar domethënë hap pas hapi unë si nxënës i shkollës fillore në fshatit Odër të shkollës fillore Faj Konica. Ne jemi një shkollë, por në 2 fshatra, domethënë një emër në fshatin Odër dhe Dobrosht. Në atë kohë kishim një arsimtar të edukatës fizike, një arsimtar Sefedin Azemi, që tani jeton dhe vepron në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Në atë kohë filloi në fushën e tani që luan klubi futbollistik Dobroshti, aty mbanim disa stërvitje dhe filluam aty si një shkollë futbolli apo një grup nxënësish të lindur vitin 82 dhe 83, unë jam i lindur në vitin 1983. Filluam me stërvitje me arsimtarin tonë dhe në atë kohë organizuam edhe një ndeshje miqësore kundër të njëjtës gjeneratë Shkëndijës në stadiumin e vjetër të qytetit, ku arritëm të fitojmë me rezultat 2-1. Dhe domethënë kam filluar aty në terrenin e fshatit Dobrosht, jam nga Odri, por aty filluam stërvitjet me arsimtarin Sefedin. Dhe nuk e harroni atë terren asnjëherë, sigurisht? Jo, nuk e harrojmë atë terren, nuk harrojmë atë ndeshjen e parë miqësore që kemi luajtur kundër Shkëndijës. Po cili ishte trajneri i parë që u mësoi ABC-n e futbollit? Po domethënë unë prapë do të atësekit njëjtin arsimtar, edhe pse pastaj në kalimin të Shkëndija kemi pas disa trajner, unë kam qëndruar 2 vite të Shkëndija nga vitin 1995 deri në 97, kam qenë në kategoritë si pionier tek Shkëndija dhe pastaj tek Vardari, domethënë të Shkëndija kam pas disa trajner, aty kam njoftuar në pjesë të madhe të shokëve që për fat mirë një numër i madh i futbollistëve jemi nga fëmijë. Komunikojmë dhe kemi arritur edhe që të bëhemi futbollistë që kanë luajtur në ligë parë, një numër i madh nga ai gjenerat. Na përshkruani momentet kur ju si keni qenë një ndër talentet e rrallë në ekipin e Shkëndijës, si unë. Çfarë mbani mend nga ato momente kur filluat me stërvitje, me gara, me atë? Sigurisht ato janë momente domethënë që nuk mund të harrohen asnjëherë, unë i mbaj mend pothuajse të gjitha. Kemi njoftuar sepse ne vinim nga fshatra dhe kemi njoftuar shumë shokë që edhe sot e atë ditë jemi futbolli na ka bashkuar rrugat edhe në të ardhmen, domethënë nga ajo periudhë 95-97 dhe periudhë e bukur, periudhë kur e ndjen kënaqësinë të luajtur të futboll si fëmijë që ishim, edhe pse me shumë sakrifice, edhe pse me pak kushte të mira, por me një vendosmëri dhe thash nga ajo gjenerat të lindur në vitin 82 dhe 83 kemi arritur shumë futbollistë të bëhemi profesionistë, siç janë për shembull gjenerat Ismaili, Burhan Emrullahu, Mensuri Idrizi, Nuri Mustafi, e shumë të tjerë, domethënë që kemi luajtur shumë ndeshje edhe si profesionistë.
Valla, mbani mend lojën e parë si futbollist i grup moshave, me cilën ekipe keni luajtur dhe si ka mbetur rezultati? Po ne do me thonë i mbaj mend ato ndeshjet që kanë qenë si rivale më shumë kundër Teteksit në atë kohë, do me thonë, sepse në atë kohë akademia të vërtet prodhonin lojtarë dhe kishin lojtarë shumë kualitativ që thash në të ardhmen u bën të gjithë profesionistë. Dhe më shumë i mbaj mend ato ndeshje sepse sjellnin një motiv shtesë, një rivalitet shumë të madh edhe pse mosha shumë të re, do me thonë ato janë ndeshje që kemi mbajt mend më shumë kundër Teteksit, kundër Vardarit. Dhe një kohë të gjatë ka qenë edhe kundërshtari përbetohet ekipit të Shkëndijës. Po, gjithashtu edhe i Shkëndijës edhe pastaj Renovës, shifni, është rivalitet që për mua është shumë e rëndësishme kur ka rivalitet, në sport, sepse rivaliteti duhet ngelet në fushë dhe ajo gjithmonë sjell përmirësim të futbollistëve, përmirësim të sportit edhe ngritje të kualitetit. A e mbani mend kur keni debutuar në ekipin e parë të Shkëndijës dhe kundër cilës skuadër? Rezultatin ndoshta e? Shif, unë i mbaj mend më shumë kur kam debutuar për shembull si profesionist në ligë të parë. Unë nga vitin 97 deri në vitin 2003 kam qenë në Vardar të Shkupit. Do me thonë nga një ndeshje që zhvilluam Vardar Shkëndija me gjeneratat e pionjer, do me thonë në Shkup. Aty rashën në sy të udhëheqësve të Vardarit dhe nëpërmjet një legjende tjetër të futbollit të Tovës që ishte atëherë pjesë e Vardarit, Kajur Sadiku, më kontaktuan mua dhe prindin tim dhe vendosin që të më transferojnë në Vardar. Do me thonë, unë debutimin tim në ligë të parë si profesioniste kam bërë në ndeshjen më 25 prill të vitit 2000, do me thonë kam pasur 17 vite, e kam bërë në stadiumin e Kavadarit, që është Tikvesh Vardar, do me thonë 25 prill të vitit 2000. Si u pritet në Vardar? Sa ndeshje keni luajtur dhe e mbani mend sa gole keni shënuar? Do me thonë, unë në Vardar kam debutuar në vitin 2000, duke kaluar edhe moshat si kadet që quhenim dhe junior, dhe pastaj kam marrë kontratën profesionale në vitin 2000. Nuk ka qenë e lehtë, do me thonë, se unë kam qenë shqiptari vetëm në atë klub, nuk ka qenë e lehtë, por sepse të kesh sukses në ato klube, në situatat tilla që ka qenë ky shteti joni në ato vite, do të ishe shumë më i mirë, shumë më i talentuar dhe të japësh shumë më tepër në fushë për të qenë një lojtar i rëndësishëm. Do të thonë debutimi u bën në 25 prill të vitit 2000 në Kavadar. Pastaj gjatë krizës tonë këtu në Maqininë vitin 2001 unë nuk vazhdova te Vardari edhe pse isha në kontratë. Kisha drejt luaj vetëm në kampionatin e Kosovës dhe u largova nga Vardari dhe shkova në klubin futbollistik Prishtinë, do me thonë në korrik të vitit 2001. Kur u kthyesh në Shkëndij? Në shkurt të vitit 2002, do me thonë, pasi përfundova 6 muaj të Prishtina, u ktheva te Shkëndija si i huazuar, lojtar i huazuar nga klubi futbollistik i Vardarit tek Shkëndija, do me thonë shkurt të vitit 2010 deri në qershor të vitit 2004 kam qenë tek Shkëndija, njëherë si antar të ligës dytë, pastaj siguruam plasman në ligë të parë, 6 muaj në ligë të parë, do me thonë, dhe prej janarit të vitit 2005 deri tani jam në Renov, 25 vite. 20 vite. Me se mbaj mend unë në një ndeshje mes vllazërimit të Kërçovës dhe Shkëndijës ju pësohet një dëmtim, një lëndim. Po, është një pikë e zezë nga ajo që më ka ndodhur, do me thonë një pikë që jo vetëm që më rrezikoi karrierën time si futbollist, por edhe jetën time, do me thonë një dëmtim i qëllimshëm në kokën time. Jo, kam të thyer këtë kokën për në atë kohë që ishin rralla këtë lëndime. I mbaj mend, por kam edhe disa foto nga një lëndim. Ishte një moment shumë i vështirë, do me thonë, një ditë e diel në Kërçov, vllazërimi Shkëndija në ligë të dytë, lojtari i tyre që mbrojtësi Novakov nga Shtipi. Lojtari i fundit unë kaloj dhe dal ball për ball me portierin kur ai më godet me Boril dhe më then këtë pjesën.
Ishte ditë e diell. Ishte një moment shumë i keq. Tronditës edhe për publikun, jo vetëm për ti që ke qenë aty brenda në fushën Po, për fat, unë jam shumë falënderues ndaj asaj kohe për shkak se unë gjatë asaj kohe kam ndajt diku 8 ditë në spital, 2 ditë në spitalin e Shkupit, pastaj në Tetov, ku pothuajse të gjithë ato shikues të flak që kishte Shkëndija në atë kohë, gjeneratat më të vjetra, vinin gjatë gjithë kohës më vizitonin, pa marrë parasysh koha ishte mëngjes apo ishte 12 e natës, ora 1 e natës, ka pas njerëz që unë i mbajt, që nuk harrojnë ato momente që kanë ardhur, më kanë vizituar, mos ta teproj, por sigurisht më shumë se 1000 apo 2000 persona kanë ardhur, më kanë vizituar në spital. Është vërtet kjo. Gjithmonë dhe unë jam shumë falënderues ndaj atyre personave. Si ndodhi kalimi juaj nga Shkëndija te Renova? Po, pas inkuadrimit ton me Shkëndinë në ligë të parë, thjesht befasi për mua dhe për shumë njerëz që punonin aty te Shkëndija, mua më kumtua se nuk jam në planet të Shkëndijës, domethënë. Në atë kohë Pak e çuditshme, por e vërtetë. Po, ne kishim në gjenerat super të mirë me lojtarë të gjithë tetovar në Shkëndija që arritëm bëjmë një sukses për ligës 2 në ligë të parë dhe vërtet kishim një skuadër që po të qëndronte e bashkuar edhe për një vit e 2 ne do të ishim shumë serios për bërë rezultate edhe më të mëdha, jo ndodha ajo që ndodhi me Shkëndijën pas një sezoni o ra përsëri nga liga. Domethënë ne kishim vërtet një gjenerat shumë të mirë dhe djem shumë të mirë, por Shkëndija më kumtoi se udhëheqësit e Shkëndijës në atë kohë, se Shkëndija si klub jo, por udhëheqësit e asaj kohe mua më kumtuan se nuk jam në asaj kohe, po edhe në atë mënyrë që vetëm sekretarin e kishin lajmëruar, nuk erdhën as një falenderim nuk e. Mbetet ajo në të kaluarin dhe unë e kalova te Renova ku edhe sot e kësaj dite. Ndjen sukses. Por sukseset filluan nga viti 2008 kur ekipi Renovës siguroi kualifikim dhe pjesëmarrje në garat evropiane, në Intertoto dhe me sa e di unë ndeshja e parë u zhvillua në Kantrida të Rijekës kundër ekipit të ligës së parë në kampionatin kroat Rijeka. Rezultati 0-0, në Shkup eliminohet Rijeka. Si ndiheshi ju dhe bashkëlojtarët tuaj në atë momente, pasi ky ishte një sukses i jashtëzakonshëm për ekipin e Renovës që kishte vetëm 5 vite që ishte funksiononte si ekip. Po, Renova domethënë ka funksionuar, është formuar nga viti 2003 dhe nga Liga e Tretë në 2 vite. Domethënë është si vazhdimsi e klubit të futbollit Shkumbini. Po, nga viti 2005 domethënë sezona 2005-2006 vetëm jemi kanë antar i Ligës së parë. Dhe në vitin 2008 ne dalëm në Europë, në Intertoto Cup që ishte atëherë, dhe kundërshtari i parë pikërisht në Europë ishte Rijeka, siç e thekat edhe ju, ku gjatë gjithë asaj pas shortit që na ra, të gjithë e dinin se ne jemi një outsider i madh në atë ndeshje. Dhe askush nuk e dinte se ku ndodhet Xhepçishti, ashtu? Askush nuk e dinte në nënçmonin edhe mediumet në Kroaci për mënyrën se si kemi shkuar, si çfarë klubi jemi, nga çfarë vendi vim, por ne treguam në atë ndeshje se jemi vërtet. Po sjellesh edhe ku gjendet Xhepçishti, ashtu? Ku gjendet Xhepçishti. Edhe ka qenë titulli në gazetën Fakti edhe në mediumet tjera. Edhe pse në atë kohë Rijeka kishte lojtarë edhe që merrnin pjesë në kampionate europiane edhe botërore, siç ishte në Sharbini, vëllezëri Sharbini, një sulmues që në atë kohë kushtonte sa gjithë liga e Maqedonisë, por shpirti që kishim ne dhe padyshim edhe kualiteti që kishim dëshmuam me një performancë shumë stabile, shumë serioze. Sidomos në stadiumin e Shkupit, ku Genci Seni shënoi 2 gola dhe eliminoi Rijekën, që ishte një fillim të ndeshjes dhe fillim të pjesës së dytë, domethënë ne shënuam 2 gola në momente shumë të mira dhe kishim një dominim total ndaj asaj ndeshje, ndaj Rijekës, me një futboll shumë bukur, arritëm të bënim rezultat dhe nga aty filluan edhe të rritën ambicjet e klubit, ku në vazhdimsi në çdo vit dinim në Europë, në vitin 2010 u shpallëm edhe kampion si klub i parë shqiptar që shpallën kampion ka qytet. Kampionati 2009-2010
është e arritura më e madhe e klubit të futbollit Renova dhe ekip futbollistëve të cilët ishin pjesë e kësaj skuadre, pra për herë të parë një skuadër shqiptare shpallet kampion i Maqedonisë. Kjo ndodhi në sezonin 2009-2010. Para fillimit të asaj Emocionet. Po. Do me thonë, ishte një plan i sakt, për shembull para fillimit të kampionatit, se unë gjithmonë kam qenë i afërt edhe me udhëheqësit e klubit edhe me pronarët, kemi pas gjithmonë një marrëdhënie jashtëzakonisht korrekte, edhe para fillimit të sezonit pronarët e klubit, vëllezërit Idrizi, do me thonë, kanë thirrur udhëheqësinë e klubit dhe kanë thonë, këtë sezon ne shkojmë për të bërë kampion. Mos kurseni asgjë, bëni ekip të fortë dhe vërtet ndodhi ashtu, ne krijuam një ekip që i shkelnim, domethënë kundërshtarët, nga 15 ndeshjen e tetovë kishim 15 fitore me rezultate bindëse, domethënë u shpallëm kampion vjeshtor, u shpallëm edhe kampion fund kampionatit. Besarti Ibrahimi u shpall edhe goleshënuesi më i mirë i kampionatit. Po, Besartin e kishim ne vetëm deri në dhjetor, për shkak vetëm gjysmë sezoni, sepse nga atë sezon Besarti bëri transfera dhe me thonë gjysmë sezon e kishim Besartin, gjysmë sezonin e dytë pranveron nuk e kishim në ekip, por ne vazhduam me rezultate pozitive. Besarti u transferua në Gjermani, në Schalke. Me thonë një sezon jashtëzakonisht i suksesshëm. Por sukseset e Renovës nuk u ndalën aty. Do me thonë pas titullit kampion i Maqedonisë, që ndodhi në vitin 2009-2010, e pasoi edhe Kupa e Maqedonisë. Kjo është një sukses i jashtëzakonshëm i këtij klubi që tani më u bë me traditë të jashtëzakonshme. Po pas suksesit që shpallëm kampion, pronarët gjithmonë na thonin që tani duhet ta marrim edhe kupën, ta fitojmë edhe kupën. Dhe ne një vit pas, domethënë 2011, po në 2012 arritëm që të fitojmë kupën në finale që u luajt në Shtyp me 2 maj të vitit 2012 kundër Rabotničkit. Interesant fakti se në atë sezon Rabotnički na mposhti 2 herë edhe me rezultat bindës, një rezultat 3-1 dhe një 5-0. Dhe erdhi finale, të gjithë mendonin se na fitoi edhe në finale, por ne në finale fituam bindshëm me rezultat 3-1. Edhe pse kishim 1-0, atë barazuan 1-1, kishim shumë raste, por në fund fituam 3-1 dhe ajo është një rrimbullaksim i 2 trofejve, domethënë që donim të fitonim si klub dhe arritëm qëllimit, por pastaj fatkeqësisht nuk arritëm që t'i përsërisim të ardhmen. Po. Pastaj vazhduan sukseset e Renovës, pasi gjithmonë ka qenë në mesin e 5 skuadrave më të mira në Maqedoni. Atëherë na thuaj cilët nga ato lojtarë të cilët ishin pjesë me ekipin e Renovës që fituan titullin kampion dhe Kupën e Maqedonisë, cilët lojtarë do t'i veçoni? Po dini, ne kemi pas shumë lojtarë, domethënë, dhe nuk do ishte korrekte nëse filloj me emra për shkak se ndonjë do të lë anash, nuk të gjithë kemi qenë, domethënë, jo vetëm ne lojtarët, por edhe gjithë stafi teknik, edhe kryesia e klubit, pronarët kemi qenë meritor për ata. Por ne kemi ngel në kontakte, shifemi edhe me një numër të madh të lojtarëve që janë këtu, sidomos në Tetov, po ne kemi pas në atë kohë lojtarë edhe Maqedon, kemi pas lojtarë edhe nga Serbia dhe domethënë unë personalisht kam kontakte me shumicën prej tyre dhe ekziston një respekt maksimal ndaj njëri tjetrit, sepse vetëm ashtu mund të bësh sukses edhe për fat të mirë ne jemi në marrëdhënie të mira me të gjithë. Ju keni luajtur, përmendët edhe vetë, 19 sezone e pak më tepër në ligën e parë dhe keni luajtur mbi 500 ndeshje zyrtare, qoftë në Shkëndi, qoftë në Renov, qoftë e Vardari. Ashtu. Cilat ndeshje do t'i veçonit? Po sigurisht ndeshjet në Europë kanë një tjetër shije dhe domethënë siç e këtë ju ndeshja me Rijekën si ndeshje e parë në Europë, por këtu gjithmonë ato ndeshjet që cilën më shumë rivalitet kundër për shembull Shkëndia Tetex apo Renova Tetex, Renova Shkëndia,
janë ndeshje që mbahen mend më shumë sepse ka më shumë rivalitet. Dhe ishte një rivalitet. festë e veçantë për të gjithë adhuruesit e futbollit këtu në Tetov dhe jo vetëm. Dhe ndeshje që ka qenë interesante dhe që kemi arritin poshtim ishte një Vardar që atë sezon luajti në grupe në Europë ku ne arritëm tim poshtim edhe pse një Renov që nuk kishim ambicie për lart, por për një javë, për 4 ditë në radhë 2 ndeshje për kup që patëm humbur 3-1 në Shkup dhe ato mendonin se do kalonin lehtë në Tetov dhe pas. Dhe këtu me sa duket më u pranuan 4 gola. Gaçevski për herë të parë ka pranuar 4 gola. Ajo është një ndeshje tjetër, domethënë ne gjatë asaj periudhe kishim Qati Osmani trajner, eliminuam për kup me rezultat 2-0. Nuk vlente faktikisht goli si mysafir, humbëm 3-1 në Shkup dhe këtu fituam me rezultat 2-0 minutat e fundit, pastaj pas 3 ditëve fituam edhe në kampionat me rezultat 3-0. Do me thonë ndeshje që vërtet që sjellnin shumë emocion. Atëherë ndeshjet Shkëndia Renova dhe kundërta Renov Shkëndi gjithmonë fliteshin se janë El Clasico shqiptare, ndërsa pikërisht në një ndeshje ndërmjet Shkëndijës dhe Renovës, kjo ndodhi në vitin 2019 në Qershor të vitit 2019, ju i thatë Lamtomir, futbollit aktiv, cilët janë ato momente, ato emocione të cilët ju... Sigurisht në atë kampionat unë e dija që do të mbaroj dhe fati im i mirë ishte që ndeshja e fundit të jetë në shortin që kishim, të jetë Shkëndia Renova dhe unë 6 muaj para se të përfundoj ajo dhe paralemrova edhe pronarët edhe kryesinë e klubit që unë do përfundoj karrierën edhe ajo ndeshje ishte Shkëndia Renova në Tetov, për fat mirëtimin u bë një ceremoni, një lam të mirë se shumë e mirë që ngelet në kujtimet tona. Thjesht emocion që është vështirë shumë kur për gjatë jo që pranuat durata nga të dje skuadrët, por në ato momente ju e mbanin në krah edhe djalin tuaj me se po, ishte djali im, domethënë 1 vjeçar në atë kohë, edhe thash emocione shumë mira. Shkëndia është shpallur kampion, ne në atë ndeshje juruam edhe titullin kampion Shkëndis, përfundimi i karrierës time. Unë doja të përfundoj karrierën në mënyrë të mirë, domethënë nuk doja që të vazhdoj të luaj edhe disa vite, ngelem si lojtar që do luaj disa minute, do ngelem në bankën rezervë, domethënë unë doja të përfundoja në kampionat në atë mënyrë që kur jam i rëndësishëm për ekipin, kur po luajt pothuajse të gjitha ndeshjet, edhe për fat mirë nuk kisha lëndime, edhe e përfundova si lojtar titullar, edhe ashtu doja të mbetem në kujtimet e njerëzve. Ju a pritni që t'ju organizohet ndonjë lojë lamtëmirëse? Jo, definitiv nuk pres diçka e tillë, për mua ishte lojë lamtëmirëse ajo ndeshje, domethënë me Shkëndin, këtu tek ne nuk është praktik që ndodhen, po nuk ka ndodhur. Asnjë futbollist nuk e ndodh, për fat keq ne nuk kemi arritur akoma në ato nivele, për shembull që të organizohen ngjarje të tilla, por për mua ishte ajo lamtëmirëse dhe në fund doli shumë mirë. Pas përfundimit të karrierës si futbollist, ju sërish vazhduat tek Renova, por se radhë si drejtor sportiv. Po, nga momenti që unë i kumtova klubit që do pensionohem, më pronari në atë kohë kam biseduar me Kenan Idrizin, dhe ai më tha Fisnik, ti do përfundosh dhe nga momenti që ti përfundosh, bisedo me Lirimin që ishte drejtor sportiv i klubit, merroni vesh ti ngelesh më një herë, pas përfundimit ngelesh në udhëheqësi të klubit, dhe unë bisedova edhe me drejtorin sportiv, me Lirim Saitin, me cilin kemi një bashkëpunim jashtëzakonisht korrekt, edhe vendosëm ashtu, Lirim Saiti u bë kryetar klubi, unë bërë drejtor sportiv, dhe do me thonë unë nuk kisha asnjë pauzë dhe është një plus sepse kur përfundon me të luajtërit futboll është një mungesë shumë e madhe, por unë ngela aktiv
që nga momenti që përfundova duheshte minjar të organizohemi për sezonin tjetër, të përgatisim ekipin bashkë me Lerim Saitin. Edhe do me thonë unë nuk e ndjeva shumë mungesën e futbollit. Fisnik, atër nësoj, si nditet në korrik të vitit 2022, kur e kumtohet njoftimin se klubi i futbollit Renova pas 17 edicioneve në elitën e futbollit të Maqedonisë u largua nga garat. Ishte vërtet një befasi për neve nga pronari për shkak se ne vetëm po përgatiteshim për fillimin e sezonit të ri 2022-2023, kishim një trajner Qatip Osmanin dhe bashkë me Qatip Osmanin dhe me Lerim Saitin ne vetëm planifikonim se si do organizohemi me çfarë fondit lojtarëve do shkojmë sezonin që vjen. Dhe ishte një vendim që solli pronari i klubit që patjetër të respektohet dhe sepse ai din si planet e tij më mirë se ne, sepse Renova është klub privat, nuk është si Shkëndija për shembull. Edhe na u kumtua ky lajm që vërtet ishte shokues për ne dhe shumë i dhimbshëm domethënë për ne sepse ne Si e përjetohet stafit teknik, drejtuesit e klubit, por edhe futbollistët këtë moment? Domethënë ishte lajm shokues, lajm shumë që i dhimbshëm për neve që vërtet jepnim gjithçka për klubin, por pronarin e mbaj mend në mbledhjen që kemi qenë unë, Lerim Saiti dhe sekretari i klubit Xhavdet Rustemi, na u kumtua dhe na tha një anë e dhimbshëm, tjetër anë pronari na tha që ju deri tani keni punuar për klubin si me qenë klubi juaj familjar, domethënë, keni dhënë gjithçka. Në atë mënyrë na bëri me dije se është i kënaqur nga puna jon, edhe tha por ky është vendimi im, tha, ju mos më burgosni për asgjë sepse ne do vazhdojmë si Akademi Futbolli dhe ju do jeni aty, por ne gjithsesi ishim mësuar me një renov nivelit shumë serioz, domethënë në ligë të parë maqedonisë ku nuk kemi rrezikuar për me ra nga liga dhe vetëm një vit kemi luajtur në balotazh dhe vetëm ajo ishte një nga sezonat domethënë më të dobta që Renovas luajnë në balotazh kundër Ohrit në Shkup që me pak fat shpëtuam dhe ngelëm si një klub që asnjëherë nuk ka ra nga kategoria e parë, nga liga e parë, por thjesht e mbyllëm klubin si ekip. Por largimi i klubit të futbollit Renova ndikoi në cilësinë e futbollit në kampionatin 2022-2023. Këtë kanë dëshmuar të gjitha klubet. Pasi jo që luajti kampionati me një ekip më pak, por edhe cilësia ishte në rënje. Ne kemi qenë një klub, domethënë, simpatik për njerëzit që kanë kaluar në klubin tonë, domethënë, si futbollistë, si njerëz që kanë punuar, sepse nuk kemi qenë një klub me një buxhet shumë të madh, në krahasim me disa klube të tjera, por që gjithmonë kemi qenë korrekt dhe jemi munduar të punojmë me korrektësi shumë të madhe, domethënë. Dhe të gjithë futbollistët apo njerëzit që kanë kaluar apo edhe kundërshtarët kur u mor ki vendim, domethënë mu personalisht më kanë kontaktuar një numër shumë i madh i futboll dashësve, i njerëzve që merren me këtë punë në këtë shtet dhe me keqardhje, me si biseda ngushëllimi për atë që ndodhi, por ishte tash vendim që duhet të respektuar dhe vazhdojmë tutje. Cili është statusi juaj aktualisht në klubin e futbollit Renova që vazhdon të garojë në ligën e tretë në grupin Perëndim dhe me Akademinë e futbollit? Po ne për fat mirë gjithë struktura udhëheqëse që ka qenë te klubi sikur deri në vitin 2022 ne jemi aty. Domethënë unë Lerim Saiti, Xhavdet Rustemi, sepse ne nuk kemi pas shumë njerëz tjerë, domethënë në udhëheqësi kemi qenë këto, me vendimet jemi marrë vitet e fundit unë dhe Lerimi, sekretari Xhavdet Rustemi, pastaj trajnerët e akademisë janë të njëjtë që kanë qenë edhe që 20 vite domethënë që janë aty. Me sekretarin Vlorani. Vlorani po ka bënë lëvizjet e Besa, po aty janë për shembull edhe Ismail Sulejmani dhe Halim Modai dhe Ferhat Abdullahi. Është edhe ekonomi klubi që kemi 20 vite aty,
Domethënë ne të gjithë njerëzit jemi aty, por tani me disa ambicie tjera. Domethënë ekzistojmë si klub, si akademi futbolli, kemi ekipën e parë, por vetëm në kuadër të akademisë futbollit, sepse ekziston një rregull që nëse nuk ke ekip të parë nuk mund të garosh me të rit, apo minimum ligë të tretë duhet ta kesh ekipin senior, por të pas drejtë të inkuadrosh me akademinë e futbollit. Asu e vallë ka pretendime që sërish ndonjëherë të kthehet në po ndoshta të ardhmen nuk dim, për shembull ato janë vendime që të pronarit ku por momentin nuk kemi ashtu lajm, por nuk dihet të ardhmen asnjë. Fisnik, një kohë të gjatë keni qenë ndër futbollistët standard në ekipin e Renovës, Shkëndijës e kështu me radhë. A keni pasur ndonjëherë ftesë nga seleksionuesit e reprezentacionit? Deri në moshën 21 vjeçare, domethënë të gjitha reprezentacionet i kam kaluar, domethënë nga U15 deri në 21, por në seleksionin A domethënë nuk kam pas thirrje, edhe pse në vitin 2012 kam qenë në top 3 futbollistët për të shpallë futbollisti i vitit, së bashku me Ostoja Stepanović dhe Velkovski i Rabotničkit. Kam qenë në top 3 futbollistët ku shpall lojtari i vitit Ostoja Stepanović. Edhe pse kam qenë domethënë në atë kategori të lojtarëve, s'kam pas asnjëherë thirrje nga seleksionuesi. Po. Renova 17 vite në elitën e futbollit të Maqedonisë. Ju pothuajse keni qenë nga fillimi deri tek mbyllja e klubit. Cilët janë ato emra të futbollit, futbollist, emra emblematik të cilët i kanë dhënë ose janë afirmuar tek Renova gjatë këtyre 17 viteve? Po, Renova, edhe pse klub që nuk ka pas tradicion të kaluar, domethënë klubi i ri, klub privat, nga Renova kanë dalë shumë futbollistë që kanë bërë transferime dhe po luajnë nëpër Europë, domethënë. Për fat mirë, ne në klubin ton kemi pas futbollistë që sidomos sulmues që pothuajse gjithmonë kanë qenë golshënues të vitit. Kemi pas Besart Ibrahimin, kemi pas Tolevski që ishte atko, Vullnet Emini, Ismail, nuk këto që kemi qenë një komë gjatë nuk diskutohet, domethënë, por do të përmendi lojtarë që nga Renova kanë dalë dhe kanë bërë karrierë. Për shembull, është një Visar Musliu, të cili nga të gjitha kategoritë e reja të Renovës. O afirmua dhe akoma po luan i pazëvendësueshëm edhe në reprezentacionin e Maqedonisë edhe në për klubet e Europës, domethënë që kanë dalë. Tash është Mijovski tani që është në Glasgow Rangers, doli nga Renova në Hungari. Është Tolevski, është Jančevski, sulmues, po. Është afirmuar në Renova. Domethënë është Besart Ibrahimi nga Renova në Schalke. Domethënë kanë dalë shumë lojtarë që kanë bërë transferimin direkt nga klubi i Renovës dhe kjo është një sukses për neve. Pastaj lojtarë tjerë të ri që kanë dalë nga akademia, siç është Ramzi Faik Selmani, që është Fation Yusufi, që është Lavdrim Skenderi, është portieri Saledin Mustafi, që kanë kaluar domethënë nga akademitë e Renovës dhe janë bërë futbollistë profesionistë. Edhe portieri aktualisht i klubit të futbollit Arsimi Vullnet Islami, Burim Sadiku, Semir Fetaj, Argjend Gafuri. Domethënë, ti kthehemi pak në familjen tuaj krahas Fisnikit, edhe vllai juaj një kohë ka luajtur futboll, ndërsa prindi juaj ka qenë edhe sekretar teknik në lidhjen futbollistike komunale Pollogu i Poshtën. Si ndiheshi ju në ato momente, domethënë 3 persona nga një familje të merreni me sport, me futboll pra? Po, domethënë prindi im, babai ishte sekretar në atë kohë ku ishte kohë të vështira, domethënë funksiononim si lidhje futbollistike. Sidomos në Pollogun e Poshtës. Pollogu Poshtë ishte vështirë në atë kohë, por disa njerëz që donin të mbanin gjallë thjesht futbollin në këtë vend jepnin gjithçka për të organizuar, për të pas një lloj garimi. Vllau im gjithashtu ka luajtur, ka dalë nga Akademia e Renovës deri te ekipi i parë, jemi stërvitur bashkë. Është emision pak më ndryshe për ke një antar familje aty është shumë sfiduese. Por e përfundoi herët, u nda domethënë nga futbolli profesionist dhe shikoj punë të tjera, domethënë jetës që sjell jeta, por vërtet ishte emocionale shumë kur e ke afër një vëlla, dhe domethënë jemi familje që duan futbollin. Po pasardhësit tuaj se thatë se keni 2 djem,
Ato vazhdojnë ato të merren me futboll apo? Po nëse djali i madh, domethënë është 7 vjet, Anuari, ai ka shumë vërtet Talent, jo, nuk do të them talent sepse nuk mund të vlerësojmë, por e don futbollin dhe gjatë gjithë ditës kur nuk është në shkollë shikon futboll në televizor, po i njeh futbollistët më mirë se unë, edhe klubet, edhe po ashtu edhe Dajën e tij Argjend Gafurin, domethënë është djali im dhe Nipi Gafuri, dy lojtarë që kemi luajtur. Domethënë pritet që të krijohet një talent, a? Nuk do të thotë se nga ajo që jemi mësuar të shohim shumë pak djemë të ish futbollistëve kanë dalë që janë bë kualitativ kur prindi ka qenë i suksesshëm, po shpresojmë. Thjesht unë dua që ai merret me sport, por nuk është patjetërsueshme, domethënë nëse vërtet ka talent, nëse në vërtet e shohim se mund të bëhet diçka, do e mbështesim maksimalisht, nëse jo, do e mbështesim në gjëra tjera në jetës. Kurse ideali i vogël është Noari, është vetëm 2 vjeçar dhe tani le të shijojnë vitet e fëmijërisë, pastaj në tarmën do shoh. Gjatë karrierës tuaj, që është bukur e gjatë në futboll, atëherë me siguri keni pas shumë përjetime. Cili është përjetimi që kur nuk do të harroni në aspektin pozitiv dhe momenti tjetër në aspektin negativ, momentin që nuk doni kur të kujtoni? Po, aspektet pozitive gjithmonë janë titujt. Titujt janë, domethënë, me Renovën, kampioni dhe kupa, sepse unë pata fatin ngrej kupën si kapiteni i ekipës. Dhe ajo është një ndjenjë që nuk përjetohet çdo ditë. Aspektet negative do t'i quaj për shembull 2 vite tek Shkëndija, për shkak se gjatë asaj periudhe kisha shumë lëndime edhe, por jo lëndime se ka lëndime lojtarë që kanë lëndime muskulore, kanë lëndime ashtu unë kisha lëndime aksidentale, domethënë thyerje të ballit, thyerje të hundës në një ndeshje me 11 tetorin në Prilep, domethënë që më largonin periudha kur momente kur futbollisti duhet zhvillohet, domethënë se unë ishte i ri në ato vite, domethënë ishte vetëm 19 vjeçar kur kam marrë të Shkëndija. Dhe lëndimet në ato vite janë shumë më të rënda se sa kur je 25-6 vjeçar, sepse vetëm je formuar si futbollist. Dhe ato ndoshta ishte një periudhë me shumë lëndime, pastaj edhe momenti kur thot dikush që nuk jem planet tona, nuk të vlerëson për nivelin e kualitetin që ke dhe sjell disa zamendësime që thjesht pas 6 muajve dolen se janë total dështim, por ato janë dëshpërimet cilat çdo profesionisti kalon në për karrierat e tyre, për jetën e tyre dhe ngelen të kaluarën, ne vazhduam të tregojmë se kemi kualitet me rezultatet tonë, me ato që kemi treguar në fushë. Klubi i futbollit Shkëndija është simbol i futbollit shqiptar këtu në Maqedoninë e Veriut dhe jo vetëm. Këtë vit, këtë sezon krahas titullit kampion, Shkëndija është duke shënuar rezultate të jashtëzakonshme edhe në garat ndërkombëtare, domethënë është kualifikuar edhe në konferencën e ligës, pra në grupe, që është një sukses jashtëzakonshëm. Si komentoni ju këto të arriturat të këtij klubi? Shif, ne që merremi me këtë punë, domethënë në fillim të misionit ju kumtova se unë punoj edhe si menaxhues scout apo menaxhues i futbollistëve dhe për neve këto rezultate janë shumë pozitive dhe jemi të lumtur që ndodhin, sidomos nga një klub që unë kam kaluar një pjesë të karrierës time, kam kaluar aty dhe unë i përgëzoj dhe i uroj publikisht për suksesin e tyre, është sukses jashtëzakonisht i madh dhe shpresoj që na përfaqësojnë denjësisht edhe në Europë. Domethënë ne kemi kualitet për me bërë rezultate, por çfarë na mungon si vend mënyra e punës që nga kategoritë e reja, kushtet që i kemi janë shumë larg asaj që unë po shoh gjatë në Europë, sepse kohëve të fundit, 3 vitet e fundit vërtet po thoj shumë dhe po shoh shumë nga afër, domethënë po shoh si zhvillohen akademitë e futbollit në shtetet e zhvilluara
Dhe me thonë, kjo na mungon, ne do të punojmë shumë të gjithë në këtë aspekt nëse duam të kemi në të ardhmen suksese, për shkak se siç e dini edhe tek Shkëndija edhe tek klubet tjera, sepse interesimi te kategoritë e reja po bie shumë dhe ne duhet bëjmë diçka që ta ngjallim këtë, por thash unë na vjen shumë mirë për suksesin e Shkëndijës, na vjen shumë mirë për suksesin e klubit tjetër shqiptar që është Drita e Gjilanit. Sepse edhe atje kemi lojtarë tonë, lojtarë që njihemi dhe gëzohemi për të gjithë këta suksese dhe dash Zoti edhe në të ardhmen do i përsërisim, çka është me rëndësi, kur arrim një rezultat, të mundohemi që të përsëritet, kemi kontinuitet, që të punojmë edhe më shumë, përmirësojmë edhe më shumë, Shkëndija të formoj të rrisë kualitetin edhe më shumë në ekipin e saj dhe që edhe vitin të ardhshëm të jemi këmbgulës dhe të mundohemi që të arrijmë rezultate kështu. Nuk arrihen gjithmonë, por më e rëndësishme është të jemi aty. Ju jeni njohës i mirë i futbollit këtu, sidomos në Maqedoninë e Veriut. Atëherë si e vlerësoni kampionatin e Maqedonisë së Veriut dhe futbollit që zhvillohet këtu? Në kushtet aktuale. Për fat keq, thash, unë i mbuloj me punën që kam, i mbuloj, domethënë, në Maqedoninë, Kosovën, Shqipërinë dhe po i ndjekin nga afër se si zhvillohen. Liga jon ka një stagnim, domethënë, shumë të madh dhe nuk po shkojmë në rrugën që duhet të shkojmë. Për dallim nga ne, Liga e Kosovës po zhvillohet shumë më shpejt, po investohet shumë më shumë, ashtu edhe Liga e Shqipërisë. Liga e Kosovës ka një plus shumë të madh sepse ka një ligj për sponsorizim, një ligj për sport. Që unë dua që njerëzit që në udhëheqin këtë shtet politikisht, domethënë, që të merren edhe me këtë punë. Ndoshta kanë këshilltar sportiv në për radhat e tyre, të cilët duhet të ngjallin këtë që këtu patjetër të sillet një ligj sponsorizimi, nëse duam që të zhvillojmë sportin, domethënë. Thash, liga jon nuk është duke shkuar në rrugën e duhur. Shpresojmë që do të përmirësohet, shpresojmë se këto rezultate që i sjell Shkëndija do të ndikojnë edhe tek klubet tjera që ta ngrisim nivelin, sepse jemi në pozitë të vështirë. Çka i mungon sportit të Tovar? Sportit të Tovar i mungon infrastruktura, domethënë. Kjo i mungon sepse po të kemi kushte të mira për stërvitje, kampe të mira për stërvitje, ashtu siç po e bën Renova, edhe pse nuk kemi ambicje, ne kemi për momentin dy fusha, një me teren, një bar artificial dhe një me një bar natyror. Domethënë, edhe njënin mund ta quajmë teren, stadium, sepse kemi edhe tribunë diku për më shumë se 1000 kapacitet, po punojmë edhe për pjesën tjetër të zhveshtorave, të këtyre gjërave që shkojnë në kuadër të stadiumit. Unë apeloj të gjithë udhëheqësit edhe komunal, edhe të tjerët sportiv që të përmirësojmë këto kushte nëse duam nesër të nxjerrim talent. Veçanërisht infrastrukturën sportive. Kjo është primare, për shkak se edhe fëmijëve ju bie interesi kur në temperatura 35 apo 40 gradë ne stërvitesh një teren siç është në qendrën sportive. Shkëndija deri më sot ka zhvilluar 62 ndeshje ndërkombëtare. Renova mbi 20 ndeshje ndërkombëtare. Gjithashtu edhe Teteksi ka zhvilluar disa ndeshje ndërkombëtare, por deri më sot asnjë ndeshje nuk është zhvilluar në Tetov. Kjo është për keqardhje. Kjo është për keqardhje, domethënë një qytet ku kaluarën kishim 3 klube, domethënë ligë të parë. Shkëndija, Teteks, Renova kishte periudha kur ishim të 3 klubet ishim ligë të parë. Një qytet që jeton për futbollin, një qytet që vërtet e përjeton futbollin me shumë emocion dhe mos të kemi në kushte, për shembull, mos të kemi një stadion ku Shkëndija të kishte luajtur në kaluarën, vitin e kaluar ndeshjet e Europës, këtu shumë më herët do ishim në grupe. Edhe kësaj radhe, me siguri se jo. Ndjenja është ndryshe kur luan në stadiumin tënd, edhe motivi është ndryshe, edhe ajo siguria është tjetër, edhe transmetohet ajo atmosferë nga tribunat në fushë tek lojtarët dhe ato që kanë luajtur futboll e dinë se çfarë do të thotë kjo ndjenjë. Thash unë shumë më herët do ishin sjellë rezultate. Për të ardhur të keq është pse nuk janë përmirësuar të gjitha kushtet dhe ky stadium nuk është bërë shumë më herët. Fisnik,
Gjatë karrierës suaj të gjatë, ju keni pas ustime, mungesa nga shtëpia, më thënë jeni larguar nga shtëpia, nga qyteti, nga këto, që kanë përjetuar gjithë këto angazhimet tuaja në klub me futbollin, me familja juaj? Është vërtet shumë e vështirë për familjen, sidomos ne që kemi punuar në klube që i ndjejmë si pjesë të familjes tonë, për shumë klubin Renova, ndjejmë si pjesë e familjes tonë dhe çdo dështimi ishte sillte shumë nervoz tek ne dhe familjet tona duhet të pajtohen me këtë, domethënë pas çdo humbjes unë kam qenë person që shumë ambicios, që nuk është njëjtë kur fiton. Ke përjetuar në zemër, në shpirt. Sidomos thash kur ndjen një klub si klub familjar e përjeton shumë thellë në shpirt dhe të gjithë këto kanë reflektuar edhe tek familja për fat keq, por janë mësuar edhe ata e kanë ditë që kur kthehet bashkëshorti apo babai nga një humbje, është shumë e vështirë për familjen, por ata e kanë ditë se si është situata dhe gjithmonë kanë pritë që të kaloj pak kohë që edhe ne të qetësohemi. Dhe unë për këtë i falenderoj dhe ju kërkoj falje për gjitha ato momente që kanë qenë negative, që i kam sjell nga jashtë, domethënë në familje, por këtë në pjesë përbërëse e jetës së sportit kur vërtet ke ambicie për të bërë rezultate pozitive. Po i afrohemi fundit të emisionit, atë nëse mos vallë kemi haruar diçka që u pjesim që opinioni duhet të dije se për Fisnik Nuhiu që ka qenë një emër emblematik në futbollin e klubit të futbollit Renova, por edhe futbollin në Maqedoninë e Veriut në përgjithësi. Po në përgjithësi tham pothuajse të gjitha, ndoshta diçka kemi haruar se thash kanë kaluar 19 vite si futbollist profesionist dhe tani vetëm edhe 6 vite si udhëheqës. Domethënë kontakte me shumë njerëz edhe ndoshta dikun kemi gabuar me dikën pa qëllim, sepse ata persona që më njohin e dinë se jam shumë i kujdesshëm në komunikim me njerëzit, por përgjithësi e tham të gjitha dhe që ishin më të rëndësishme dhe ne do të vazhdojmë të punojmë këtë me futboll, sepse nuk dim punojmë diçka tjetër, do vazhdojmë të punojmë me shumë korrektësi dhe mundohemi sa më pak të gabojmë dhe të zhvillohemi si duhet. Për në fund, ashtu si që dëshiron edhe Rendi, cila është porosia e legjendës së futbollit në rajonin e Pollogut, Fisnik Nuhiut, drejtuar grup moshave të reja, sidomos atyre të cilët pretendojnë që të merren me sport. Shifune për futbollistët, domethënë edhe për trit, edhe për ish shokët e mi që vazhdojnë të luajnë, unë kam një ndjenjë shumë të veçantë, domethënë unë thjesht i dua futbollistët, i dua sportistët dhe dua që vazhdojnë të punojnë maksimalisht, të jenë shumë të përkushtuar ndaj këtij sporti, sepse edhe futbolli edhe sportet tjera nuk tolerojnë për shembull neglizhencë, nuk tolerojnë që të lirohesh dhe të thush tani kam arrit diçka. Por është çdo stërvitje është sfidë, sepse duhet të tregosh se meriton për me luajt. Tani ndeshjet janë 3-4 ditë ka ndeshje. Me thonë asnjëherë nuk mund të thuash se unë kam arrit diçka, sepse nëse sot je më i miri pas 3 ditëve mund të jesh ndër më të dobtit. Në futboll ndodhin këto, por do të thonë gjithmonë puna është në gjithmonë puna, disiplina dhe unë vetë jam shumë modest dhe modestia, domethënë, sepse në momentin që mendon se ke arrit diçka dhe je bë dikush, je ngrit lart, ke ngret kokën lart, ti je i sigurt se dështimi do të vijë shumë shpejt. Fisnik, unë në emrin tim personal dhe në emrin e televizionit Koha të falenderoj që ishit pjesë e emisionit me legjendat e sportit këtu në televizionin Koha. Falenderit që pranuat ftesën. Tërsa ju teleshikues të nderuar, deri në emisionin e radhës me legjendat e sportit në televizionin Koha, natën e mirë dhe mirupafshim.